Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë ka reaguar në lidhje me mungesën e himnit shqiptar në një aktivitet në Pustec, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski. Në një deklaratë për mediat nga ministria kanë thënë se mospërfshirja e himnit kombëtar shqiptar përbën një mungesë serioze dhe një shmangje nga rregullat e shkruara dhe të pashkruara të mirësjelljes dhe protokollit, të cilat kërkojnë dhe imponojnë respektimin e simboleve kombëtare krahas atyre të komuniteteve që ata përfaqësojnë. Respekti për simbolet kombëtare nuk duhet të jetë çështje politike apo interpretimi. Ai është pjesë e etikës institucionale, e protokollit dhe mbi të gjitha e respektit të ndërsjellë, veçanërisht në një hapësirë ku bashkëjetojnë komunitete dhe identitete të ndryshme. Në Pustec, ashtu si në çdo hapësirë të Republikës së Shqipërisë, respekti për simbolet kombëtare është pjesë e respektit për vetë qytetarët, për vlerat e bashkëjetesës demokratike dhe kulturës qytetare që na bashkon. Kryetari i Bashkisë së Pustecit Pali Kolevski njoftoi se aktiviteti ishte organizuar nga shoqata VMRO DPMN Shqipëri dhe kërkoi ndjes për këtë incident. Të them drejtën, domethënë para se të zhvilloj ky aktivitet, unë kam kërkuar nga organizatorët, domethënë konkretisht nga kryetari i shoqatës VMRO Shqipëri, që kam kërkuar programi zyrtar, ku më kanë thënë që kanë këngë dhe valle të tradicionale maqedonase. Edhe do hapet me himnin e Maqedonisë. Kam thënë, ja kam kërkuar në momentin që do ekzekutohet himni i Maqedonisë, do jetë patjetër edhe himni shqiptar, sepse është në çdo protokoll, në çdo pritje zyrtare ose hapje të ceremonive zyrtare, domethënë duhet patjetër që të jetë edhe himni i shtetit patjetër, se ne jemi shtetas shqiptar, jetojmë këtu dhe duhet të respektohet. Edhe kërkojnë ndjes vërtet. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar në platformën X duke e cilësuar ngjarjen si një parodi të nacionalizmit ballkanik, ndërsa ka vlerësuar qëndrimin e kryetarit të Bashkisë së Pustecit. Tani, kjo ardhja herë pashershme në territorin tonë e trupave të cirkut nacional e folklorizmit ballkanik, her nga një vend, her nga një tjetër e her nga një tjetër akoma, nuk se na shqetëson për vete, për sovranitetin e Shqipërisë jo, por as për ekuilibrat e jetës politike këtu brenda, ku nuk ka mund shkëtrohet të rritur në kodrat tona apo diasporë të eksportuar nga brenda lagjëson që na lëkund. Në një aktivitet me karakter kulturor që u mbajt të njëjtën në Pustec të Shqipërisë, ku jeton kryesisht pakica kombëtare maqedonase, ku i pranishëm ishte edhe Mickoski, u raportua se nuk është intonuar himni shqiptar, por vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Kjo situatë ka shkaktuar reagime në Shqipëri.